إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Gjitha falendërimet dhe lavdërimet I takojnë Allahut subhanahu wa ta'ala. Ate falenderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Vetëm Atij për ulemi dhe askujt tjetër pas Tij nuk I nënshtrohemi. Dhe vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala I kërkojmë falje dhe vetëm tek Ai pendohemi. Me të vërtetë, atë që Allah azza wa jalla udhëzon në rrugë të drejtë nuk ka kush që humb. Ndërsa atë që lën në humbje nuk ka kush që udhëzon pas Tij subhanahu wa ta'ala. Dëshmoj se vetëm Allahu meriton të adhurohet me të drejtë, I cili është I vetëm dhe I pashaq, si dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguar I Tij. Salavatet e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e Tij, mbi shokët e Tij dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Fjala më saktë është fjala e Allahut azza wa jall, udhëzimi më I mirë është udhëzimi I profetit tonë të dashur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kurse veprat më të urryera janë risit apo bidatet, çdo risi apo bidat është humbje dhe çdo humbje përfundimin e ka në zjarrin e xhenemit. Të nderuar besimtarë, fillimisht e këshilloj vetveten e pastaj edhe juve me frikë, devotshmëri dhe për ulje ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dini Allahut azza wa jall, Islami se feja Allahut subhanahu wa taala që Allahu e ka zgjedhur që të jetë fe e vetme e pranuar për gjithë njerëzimin dhe për të ka thënë Kur'an inna ad-dina inda Allahi l-Islam, më të vërtet fe e vetme e pranuar tek Allahu është Islami. Kjo fe e Allahut azza wa jall ka sjellur rregulla, parime dhe dispozita të shëndoshave të përkryera, të cilave ju ka kushtuar rëndësi të veçantë dhe çdo njerëz varësisht prej llojit të saj I ka kushtuar një rëndësi të veçantë duke porositur në Kur'an dhe duke porositur në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që njerëzit ta kenë atë parasysh të përmbahen fjalëve të Allahut dhe fjalëve të Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Një ndër ato çështje, një ndër ato rregulla çka Allahu azza wa jall I ka cekur në Kur'an dhe Islami dini I Allahut na porosit neve si besimtar të Allahut xhaleshanehu është formimi I familjes, ndërtimi I familjes sipas rregullave, dispozitave të Islamit, dinit të vetëm të pranuar. Allahu azza wa jall duke parë nevojën se njerëzit kanë nevojë që ta bëjnë një sistem të jetës të shëndosh, ka vendosur rregulla të fuqishme, të shëndosha dhe të përkryera. Nga se Allahu I madhreshëm është me I dituri, me I njohuri dhe me I informuari për atë se çfarë kanë nevojë njerëzit. Ne gjithë e dimë se Allahu xhaleshanehu ka krijuar çdo gjë.
I ka krijuar qiejt dhe tokën me precizitet. I ka krijuar malet dhe detrat. Ka krijuar shtazë dhe kafshë të ndryshme. E ka krijuar edhe njeriu në formën e përkryer. Mirë po, çdo krijesë së vet ja ka caktuar rregullat dhe ligjet adekuate. Allahu subhanahu wa taala kur fol për çështjen e familjes, konkretisht çështjen e gruas, në Kur'an e përmend që është një nga argumentet e fuqishme të krijimtarisë së Allahut subhanahu wa taala. Për këtë thot një ajet kuranor: "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Allahu ka shumë argumente në fuqinë e tij, në krijimtarinë e tij. Mirë po, konkretisht nga argumentet e krijimtarisë së tij është cekur në këtë ajet kuranor që një nga argumentet e krijimtarisë së tij është se Allahu e krijoi gruan. Për këtë thot: "Wa min ayatihi an khalaqa lakum azwajan." Dhe nga argumentet e Allahut është që Allahu për ju e krijoi gruan. Min anfusikum, për vetë juve. Për vetë juve. Litaskunu ilayha, që të gjeni prehje të kjo. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dhe Allahu ka bërë mes juve, më thonë mes juve bashkëshort, ka bërë dashuri dhe mëshirë. Allahu subhanahu wa ta'ala e ka potencuar se kjo është një nga argumentet e krijimtarisë së tij. Nga se kur e ka krijuar Ademin a.s. si njeriu e parë, pasi që e ka kriju Ademin, e ka kriju nga vetë Ademi, nga brinja ati, e ka kriju Haven a.s. Kjo është një argument se Allahu azza wa jall është në gjendje të krijojë çfarë të do, kur do, dhe ka forcë për çdo gjë. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Çështja është vetëm nëse don Allahu më bë diçka, ai thot bëhu dhe ajo bëhet. Kjo është fuqia e Allahut azza wa jall. Kjo është fuqia e krijuesit të qiellit dhe të tokës, i cili i ka krijuar qiell, i ka krijuar yje të ndryshme dhe ato që ndrojnë pa shtylla. I ka krijuar detet me ujë të shumtë, megjithatë ato nuk dalin për kufive që u ka caktuar Allah azza wa jall. Këtë këto aludojnë në fuqinë absolute që ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu xhalla shanehu e ka bërë legjitime, të lishme, të natyrshme, të arsyeshme, dhe është në përputhshmëri me logjikën e shëndoshë njeriu, që njeriu të martohet, të krijon familje, të ndërton një familje të shëndosh, duke u bazuar në fjalët e Allahut dhe në fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po fatkeqësisht njerëzit me mendje të shturura që ndjekin mësimet e shejtanit të mallkuar, mundohen të shkatrojnë këtë tempull, mundohen të shkatrojnë këtë shtyllë të fortë të shoqërisë njerëzore. Pse? Sepse nëse ndërhyjnë në këtë çështje, e devijojnë njeriu, në njerëzimin, nga ajo që Allah ka bërë natyrshme dhe orientojnë për rrugë të çroditura dhe të shëmtuara, dhe fatkeqësisht atë çroditje, atë shëmtirë e justifikojnë me mendjet e tyre të mbushura me ignorancë. Allahu subhanahu wa ta'ala përveç që ka bërë të lishme këtë punë, në disa raste ka bërë të obligume, po përveç saj e ka përmendur që është nga ajetet, dëshmit, argumentet e krijimtarisë së Allahut subhanahu wa ta'ala. E kundërta e kësaj, nëse njerëzit e anashkalojnë këtë çështje, nëse njerëzit nuk i kushtojnë rëndësi këtij parimi, ata me të vërtet bëhen njerëz të çroditur, të zhytur në mëkat dhe ignorancë,
duke pasuar epshin dhe mësimet e djallit. Mirë po, ata që i kanë frikën e Allahut Azza wa Jall formojnë familje të shëndosh, sepse me formimin e familjes, përveç se përmirësohet e familje, paraprakisht përmirësohet individi. Mirë po me përmirësimin e individit dhe familjes, përmirësohet e gjithë shoqëria. Përmirësohet e gjithë shoqëria besimtarëve e muslimanëve. Kjo është qëllimi i mësimeve të Islamit dhe udhëzimeve të tij. Pas besimit të pastër në Allahun që duhet të adhurohet vetëm ai dhe askush tjetër pas tij, me të drejtë, Allahu ju ka kushtuar rëndësi këtyre gjërave. Sepse me përmirësimin e familjes, me rregullimin e statutit të familjes sipas normave të Islamit, dinit Allahut Azza wa Jall, rregullohet jeta e gjithë njerëzimit, rregullohen shoqëritë njerëzore. Mirë për në të kundërtën, me pasimin e epshit, me pasimin e rrugëve të shejtanit, që orientohet shoqëria, degenerohet njerëzimi, shkatërrohet dhe shembet e gjithë familja, e kur shkatërrohet familja, vjen deri te humbja e gjenezës. Nuk dihet kush është i kujt, kush e ka kënd bab e kush e ka kënd nën. Pse? Sepse njerëzit i ndjekin dhe i pasojnë veprat e nevojshme, imoralitetin e gjitha gjërat e tjera të shëmtuara të ngjashme me këtë. Duke pas parasysh mësimet e Islamit e posaçërisht ajetin që cekën fillim wa ja'ala bainakum mawaddatun wa rahma, e kuptojnë se Allah Azza wa Jall ka bërë rregulla të shëndosha. Nga mësimet e Islamit e kuptojnë se jeta martësore, krijimi ose ndërtimi i familjes ndërtohet mbi disa çështje, mbi disa rregulla. Përveç që është argument që Allahu ka kriju çdo gjë dhe ka fuqi për çdo gjë, Allah Azza wa Jall ju bën këtë jetë begatshëm dhe ata kanë dashuri mes veti, kanë mëshirë ndër veti, e ndihmojnë njëri tjetrin, janë të ndërsjellët mes veti në detyra dhe në obligime. Përveç saj, ato janë prehje për njëri tjetrin. Pse Allah Azza wa Jall ka thënë litaskunu ilejha, që burri të gjen prehje të kjo. Po ashtu një ajet tjetër kuranor ka thënë hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Ato janë prehje për ju, knatësi, kurse ju jeni prehje dhe knatësi për to. Këto janë çështje të qarta, çka Allahu Azza wa Jall i ka thënë në Kur'an. Po ashtu fjala Allahut Azza wa Jall, huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Dhe ai është Allahu i cili ju krijoi juve për një personi. Fillimisht Ademin a.s. pastaj prej tij Haven a.s. Wa ja'ala minha zawjaha. Prej tij e ka bërë grua. Liyaskuna ilayha. Që mos me qëndruj vetëm. Mos me qëndru në vetmi. Për çka? Që me pas një afërsi, me pas një mbështetje. A nuk keni dëgjuar sa gratë e ndershme të këtij umeti ka qenë shembull shumë i fuqishëm për ne si besimtar. Shembull konkret e kemi marrëveshjen e Hudejbijës, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shkuar në Mekë dhe nuk e kanë lënë për të hyrë në Mekë. Dhe me ta kanë qenë kurbanat të therrura të tyre. Me që s'kan mujt me hinë Mekë, o duft me thera të kurbanat. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka prit nga sahabët, nga shokët e tij radhiyallahu anhum, që ata të fillojnë me therrin e tyre. Mirë po Ummu Salame, gruaja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nëna e besimtarëve, Ummul Mu'minin radhiyallahu anha, i ka thënë i dërguari i Allahut. Fillimisht preje ti, pastaj tjerë të prejnë pas teje. Fillimisht thërët i kurbanin, pastaj tjerë të therrin pas teje. Në momentin që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka marrë parasysh këshillën e Ummu Salames radhiyallahu anhu, propozimin e saj radhiyallahu anha, me njëherë kanë fillu dhe sahabët pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ti bëjnë therrjet e kurbaneve të tyre. Kjo është një dëshmi shumë e qartë se njeriu gjen afërsi përveç që gjen prehje. Merr edhe mësim nga pala kundërt, nga gruaja vet,
Pse Allahu subhanahu wa taala ngrit disa njerëz ndaj të tjerëve, i jep do të thotë fik, kuptim, inteligjencë, i kuptojnë gjërat, ose ka ndonjë rast kur njeriu edhe pse shumë i ditur e kap gafleti, shkujdesia dhe nuk ja qëllon, mirë po një krijesë tjetër edhe pse është në vlerë, ndoshta në disa parime më ult, apo dallon nga burri, nga xhiria mashkullore, megjithatë Allahu jep zgjuarsi dhe din mi dallu gjërat, apo jep në momente të caktuara mësim e inspiron me gjëra që kanë me të dobishme. Allahu subhanahu wa taala përmes kësaj feje i ka dhënë kësaj çështje shumë rëndësi dhe ka këshilluar në Kur'an e po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sunetin e tij, sepse krijimi i familjes, ndërtimi i familjes në baza të shëndosha është një çështje të e rëndësishme për formimin e shoqërisë në mënyrë të duhur, mirëfillt, korrekte dhe të rregullt. Për këtë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë një hadith të tij, gruaja martohet për 4 gjëra, për 4 çështje. Për pasurinë e saj, për prejardhjen e saj, për bukurinë dhe për fenë e saj. Në fund ka thënë, zgjidha atë çështje fetare dhe mundohu për këtë çështje. Kanë thënë disa dietarë duke komentuar këtë hadith, nuk do të thotë ky hadith që njeriu ta zgjedh gruan e tij për pasuri, për prejardhje apo për bukuri. Mirë po, vetë fjala e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që ka thënë këtë hadith aludon që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pas për qëllim që njerëzit e zgjedhin gruan për këtë çështje. Dikush hulumton për bukurinë e saj, dikush hulumton për pasurinë e saj, dikush hulumton për prejardhjen e saj, mirë pa hiç është më e mira. Fakhtar dhat ad-day, ka thënë, fakhtar dhat ad-day, zgjidha çështje fetare të ribet yedek. Fjala të ribet yedek, disa dietarë kanë thënë që është për qëllim lutje. Disa tjerë kanë thënë që ka qëllime të ndryshme, nuk është për qëllim lutje, po ka për qëllim angazhim, përpjekje dhe mundim. Do të thotë bëj përpjekje, bëj mundim që me zgjedh këtë çështje fetare. Sepse ajo ta edukon familjen në Islam, çish me adhuru Allahun, të ruan pasurinë, të ruan derin kur ti nuk je në shtëpi, të respekton ty, është të nështruar vetëm për Allahun azza wa jall, e kështu me radhë. Do të thotë dobitë e tij janë të shumta. Nawawi rahmetullahi alayh, duke komentuar këtë hadith ka thënë, e kuptimi i drejtë në këtë hadith është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar se çfarë veprojnë njerëzit, do të thotë njerëzit çka bëjnë. Sepse njerëzit i synojnë këto 4 veçori, njërin prej tyre. E çështja fundit e këta është çështja e fesë. Do të thotë njerëzit në përgjithësi nuk i kushtojnë rëndësi çështjes së fesë. Mirë po, këshilli është e bukur, a ka pasuri dhe çfarë prejardhje ka. Fatkeqësisht, ana shkalojnë qëllimin kryesor, për cilin ka porositur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam hadith, fakhtar dhat ad-day. Zgjidh ose merr atë çështje fetare. Ndaj burrit dhe gruas, sipas Islamit ka rregulla reciproke, ka detyrime mes tyre. Ata duhet t'i përmbushin ndaj njëri tjetrit. Ka vështirësi, ka sprova dhe të lashe të ndryshme. Mirë po Allah azza wa jall këto i ka përmbledhur me një ajet kuranor ku ka thënë wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dhe silluni mirë me to. Posaçërisht burrat të sillen mirë me gratë e tyre, e jo të sillen mirë me njerëzit në rrugë, e të sillen shtëpitë e tyre me arrogancë, me sjellje të këqija dhe të pahishme, siç ndodh fatkeqësisht te disa muslimanë. Allahu azza wa jall ka thënë wa'ashiruhunna bil ma'ruf, silluni mirë me to. Fa in karihtumuhunna, dhe nëse ju urreni ato për ndonjë ves, për ndonjë gjest, për ndonjë sjellje, për ndonjë shkak, fa asa an takrahu shay'an fa yaj'al Allahu fihi khayran kathira. Ndashta ju urreni ndonjë gjë, mirë pa Allahu bën shumë të mira në të. Njeriu nxiton, ngutet, është i ngutshëm nga natyra e tij që ka krijuar Allahu azza wa jall. Pastaj ndikon shejtani, e nxit. Pastaj ndikojnë faktorët e jashtëm që është në familja mbrëmshme ose rreth me gjë ose fëmijët.
dhe shpesh sjelljet e tij korrekte që duhet i ketë ndaj gruas së tij i kanë të kundërtën, me zullum, me padrejtësi, nuk i përmbush obligimin ndaj saj, do të thotë sjelljet që duhet i ketë me të i kanë të kundërt me atë që ka porositur Allahu Azza wa Jall. E kjo është një vepër shumë e keqe. Është një poshtrim shumë i madh, nga se njeriu vjen si të nështrohet Allahu Azza wa Jall, i nështrohet cytjeve, inspirimeve ose mashtrimeve të shejtanit. Çdo njeri duhet ta shikojë vetveten e tij dhe të shqeqojnë në vetveten e tij, po ashtu duhet të shqeqojnë të dy bashkëtorët në vetët e tyre. Nga se Allah Azza wa Jall ka lënë mangësinë e njeriu. Mos ta ofendoj njeriu gruan e tij, as gruaja një burrin e vet. Nga se i përkryer është vetëm Allah Azza wa Jall, që të dy kanë mangësi, kanë dobësi, kanë ligësi, mirë po ajo që është më mirë njeriu të gjykojë me drejtësi, posaçërisht në jetën bashkëtorë, sepse jeta bashkëtorë nuk është për një ditë apo një natë, nuk është për një javë apo një muaj, po është për vitet e tëra, nëse don Allahu subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Falënderimi takon Allahut Azza wa Jall, ndërsa salavatet qofshin mbi të dërguarin tonë të fundit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar besimtarë, problemet në jetën bashkëtorë janë të pranishme dhe ato ndodhin. Për këtë arsye Allah Azza wa Jall na ka porositur në këtë ajet kuranor: "Wa ashiruhunna bil ma'ruf", dhe silluni mirë me to. Mirë po, më i miri për nesh është i cili zgjidh ato probleme në mënyrën më të mirë të mundshme, me durim, me tajkalim, ndonjë rast me anashkalim, ndonjë rast me konsultim apo me këshill e me përkujtim, sepse ai i cili nxiton në jetën bashkëtorë me të vërtetë është njeri i dështuar. Ibn Kathir rahmetullahi alayh, duke komentuar këtë ajet kuranor, ka thënë: "Mbase kur ju bëni durim duke mbatur ato, edhe pse i urreni në disa aspekte, është shumë më mirë për juve në këtë botë dhe në botën tjetër." Në tefsir Ibn Kathiri, do të thotë kur njeriu bën durim me gruan e tij dhe i të kalon sprovat dhe mosmarrveshjet me durim, me sabër, për hir të Allahut Azza wa Jall, ndoshta kjo është më e mirë për ta edhe në këtë botë dhe në botën tjetër. Po ashtu dijeni se përmbushja e obligimeve të ndërsjellta mes burrit dhe gruas është amanet nga Allahu subhanahu wa ta'ala, për të cilën njeriu do të jetë përgjegjësi dhe do të pyetet ditën e gjykimit. Për çka ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi." Çdo njeri për ju është bari, kujdestar, dhe çdo njeri për ju do të pyetet pa atë që është dhënë në kujdesje. Të nderuar besimtar, keni frikën e Allahut Azza wa Jall, pastaj dijeni se ndërtimi i familjes dhe jetës familjare në formën e shëndosh dhe të duar është çështje thjesht, nuk është çështje thjesht përkundrazi, është çështje madhështore, është çështje e lartë, është çështje që ka kushtuar rëndësi Islami. Vetë fakti se dini Allahu Azza wa Jall i kushton rëndësi kësaj çështje aludon se më të vërtetë ne duhet të kemi kujdes. Po ashtu dijeni se ndërtimi i familjes në Islam nuk është një sport që në të hidhet çfarëdo. Mirë po, është obligim, është amanet dhe është përgjegjësi para Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe për këtë do të pyetemi ditën e gjykimit dhe do të japim llogari. Po ashtu dijeni se ai i cili nuk i kushton rëndësi kësaj çështje, ose është ignorant, ose ai i cili nuk i kushton rëndësi kësaj çështje qëllimisht, me të vërtetë ai nuk i kushton rëndësi porosive hyjnore, porosive të Allahut dhe porosive të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Ai njeri i cili është i tillë apo ka rënë në gjendje të tillë, me të vërtetë e meriton hidhrimin dhe dëshkimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Andaj Allah Azza wa Jalla na porosit dhe thot: "Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." O ju cilët keni besuar, ruajeni vetveten tuaj dhe familjen tuaj nga zjarri. E një për mënyra për të ruajtur familjen nga zjarri është që njeriu ketë kujdes, cilët në mënyrë të drejtë, në mënyrë korrekte, me urtësi, me mençuri dhe në mënyrë ashtu në formën më të mirë dhe më të bukur, siç ka porositur Allah në Kur'an dhe Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sunetin e tij. Wallahu ta'ala wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiy. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi. Ya'idhukum la'allakum tadhakkarun.